Dilema e dytë, nuk mund të falem sepse është shumë vështirë, është e mundimshme 5 herë në ditë më falë. Nuk mund të jem i rregullt në të, në mënyrë të vazhdueshme. Të analizojmë pak këtë arsye tim apo këtë justifikim. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Sikur vepra apo adhurimi, në këtë rast namazi, të ishte i pamundur për të realizuar, Allahu subhanahu wa taala nuk do ta kish urdhëru. Allahu subhanahu wa taala nuk urdhëron me diçka që i te i kalon mundësitë e robërve. Prandaj, kjo dilemë e kundërshton në mënyrë të drejtë për drejtë fjalën e Allahut azza wa jall në Kur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu subhanahu wa taala nuk e ngarkon, Allahu subhanahu wa taala nuk ngarkon një shpirt përtej asaj që mund të përballojë. Dhe në bazë këtij ajeti, në bazë këtij rregulle, faktikisht dietarët e usulit e kanë nxjerrë një kriter apo një kusht për veprat me të cilat urdhërohen robërit e Allahut azza wa jall, të cilët janë të aftë dhe janë në gjendje të ngarkohen, që quhen mukellef. Prej kushteve që kanë përmend dietarët që në një vepër të jetë e urdhëruar, është që të jetë e mundshme për realizim. Allahu subhanahu wa taala nuk urdhëron diçka përveç se që është e mundshme për robërit që ta realizojnë atë vepër të saktuar. Prandaj çdo adhurim në fenë Allahut azza wa jall, çdo obligim, çdo urdhër, çdo ndalesë që ka ardhur, as njëra prej tyre nuk është për te mundësive të robërve të Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është një rregull, është një formulë. Pra, siç kanë mundësi miliona njerëz në përbot ta falin namazin, ke mundësi edhe ti. Siç nuk është vështirë për ata, nuk është vështirë edhe për ty, dhe nuk ka askush këtu justifikim apo arsyetim. Sepse çdo arsyetim që vjen në këtë drejtim është i kotë, është i pa bazë, është i pa vërtet, e kundërshton realitetin. E nëse thot dikush është e vështirë, atëherë ne i përgjigjemi me fjalën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Tha, me të vërtet malli i Allahut është i shtrenjtë. Me të vërtet malli i Allahut është xheneti. Prandaj, për me arrit xhenetin, gradët e larta në xhenet, duhet me sakrifiku diçka, duhet me mundu, duhet me angazhu. Ndërsa në raport me namazin, është fakti në fillim pak duket si sfidë, ama ndërkohë me kohë kur mësohesh, prandaj edhe Ramazani është një mundësi fantastike, fenomenale me ja fillu me namaz. Edhe koha e Ramazanit 30 ditë ta mundson me fitu këtë zakon që të lehtësoje. Nëse 30 ditë i përmbahesh namazit, atëherë e kalon bregun dhe lehtësohet çdo gjë. Edhe pastaj madje nuk ke mundësi me lënë, sepse bëhet pjesë përbërëse e ditës tënde dhe me shfaqjen e dobive, begative, mirësive që sjell namazi në jetën e besimtarit. Atëherë nuk paramendohet as me lon namazin. Bëhet me kalimin e kohës, bëhet pjesë e jetës. Edhe akomodohet besimtari me namazin, namazi konsolidohet plotësisht në jetën e tij, edhe bëhet diçka shumë e këndshme. Bëhet një mekanizëm shumë produktiv, shumë i dobishëm për jetën e besimtarit dhe me kohë nuk i duket më e vështirë, por se i duket një obligim i domosdoshëm, një vepër e patjetërsueshme që e ka në jetën e tij. Prandaj Ramazani, tash gjendemi ende në Ramazan, është një moment shumë i volitshëm për ty që nisesh me namazin, edhe Allahu azza wa jall e lehtëson, edhe lutja Allahu xhalla xhelalu me ta lehtësu këtë adhurim, këtë shtyllë të fesë, edhe me lejen Allahut azza wa jall ka më bëu çdo gjë mirë, përzoj me çdo të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.